Në rast se ti nuk e shpenzon jetën tënde në dritë, do ta shpenzosh në errësirë. Në rast se ti nuk e shpenzon jetën në Zotin, do ta shpenzosh ku? Në djallë, sepse nuk ka dyja mbretërit. Ose mbretëria e Perëndis, ose mbretëria e djallit. Ti zgjedh kujt do t'i shërbesh. Por në momentin që njeriu vjen në pendim, atje pranon përsëri dhe fut ku? Në pallatet e tij, në përjetësi. Por duhet punë për pendimin tënd. Dhe puna nuk mund të bëhet në errësirë me errësirën, por duhet të vish në dritë, që drita të fillojë edhe të zbardhë zemrën tënde, të ndriçojë jetën tënde, të ndriçojë shëndetin tënd. Dhe Zoti bën hir dhe mëshirë dhe po të pret që ti të vish në pendim. Zoti nuk vonon të plotësoj premtimin e tij, siç disa besojnë që ai bën, por është i durueshëm ndaj nesh, sepse nuk do që ndokush të humbas, por të gjithë të vinë në pendim. Edhe në pendim nuk vjen ai që është atje për jashtë. Në pendim mund të vish edhe ti që dëgjon fjalën e Perëndisë sot. Edhe pendimi i vërtet që të ketë themel, do të bindesh fjalës, do të vish në Zotin. Përndryshe nuk ka rrugë tjetër, sepse kur dikush vjen në pendim, tek ai njeri hyn shpëtimi dhe vjen paqja, mirësia, dashuria, porulja, vetkontrolli dhe gjithçka që ka të bëjnë me frymën e shenjtë. Sepse kur dikush vjen në pendim, falen mëkatet. Thoj falen mëkatet, e kaluara mbaroi, e kaluara shkoi. Të gjitha bëhen të reja në Jezu Krishtin.